Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Jam mirë se na erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Si je? Super. Po ti? Mirë. Bukur fort, ja. Si këtë si dhe hëm pushimi, se kjo ngarkohet më vonë normalisht, po sot që ne regjistrojmë është hëna pas pashkë, kështu që jemi akoma duke lëshuar energji pozitive dhe të bëhemi gati për javën, pastaj që na mbushet plot me ato. Vjen mirë. Super. Pra Eris Lazri. Ka të tregosh një çik pak për veten tënde? Normalisht. Unë jam Eris Lazri, jam rreth 20 vjeç dhe kam disa vite, ama unë jam fillim jam marrë tepër me marketing digital, po kam rreth disa muaj, rreth afërsisht një vit e gjysmë që e kam projektuar, pastaj e kam regjistruar një themi startup, sepse jam ndihmuar edhe nga startupet, por tani është konsoliduar si biznes. Është një platformë kursesh online në Shqip, që do thotë çfarë, sepse zakonisht njerëzit ngatrohen. Kurse online në Shqip dua të them kurse të mbaruara dhe të regjistruara, por gjithashtu kurse edhe online që mund t'i bësh live, ta bësh një sesionin live dhe pastaj ke opsionin që këtë sesion që ke bërë live ta bësh një nga leksionet e tua që ke bërë një kurs. Pra është një më mirë pikal që quhet edhe kjo platformë. Jemi nga Veriu dhe kemi vendosur në kuptimin e emrit përmirësim ose ti je më mirë se dje dhe ne besojmë se kjo vjen nga zhvillimi i aftësive, nga masa e dijeve që ti ke. Dhe nuk ka kurset e veta. Ne shërbejmë si një platformë për të pritur gjithë personat që kanë kurse online ose live ose edhe fizikisht, po më së shumti jemi të fokusuar te kurset që janë online të regjistruara, sepse duam që të bëjmë, se dhe kjo është rësia që dikush që të mos di fare në një gjuhë angleze, të jetë shqiptar, të ketë mundësi të mësojë në Shqip. Kjo është rësia më mirë pikal, që çdo kurs që bëhet është në Shqip. Dhe së dyti, rësia edhe më e madhe është që një çdo instruktor që do të shesë një kurs, të bëj para duke shitur kursin online në Shqip, mund ta bëjë këtë për herë të parë nëpërmjet më mirë pikal. Ka pasur tentativat të faqen preva Ka pasur tentativat të tilla, ka pasur dështime, ka pasur deri diku mashtrime që nuk do t'i futem aty. Pastaj ka pasur edhe ca persona që janë munduar të kopjojnë teknologjinë tonë, por gjithsesi ne nuk na ngel hatri, ne thjesht duam të përmirësojmë se në far në radhë të parë është shërbimi ndaj publikut dhe pastaj është Po shiko, ato problemin që me të kopjuar mos e shif si gjë negative, shikojmë edhe në fushën e podcasteve, domethënë dalin shumë të rinj, edhe në qoftë se mund të dalin, domethënë platforma që ta kopjojnë punën tënde një që dije se është thjesht afat shkurtër. Ata mund të prishin punë për në afatin e shkurtër për 1 muaj, 2 muaj, domethënë për asnjëherë ata nuk do hecin dot me hapin tënd, sepse nëse juve i keni të gjitha gjërat të qëndisura nga fillimi në fund, domethënë sado të kopjosh nuk e arrin dot atë lloj niveli. Kështu që herët avon ajo fasad do të bjeri, po. Unë e pash pak platformën ditët që kaluara, domethënë më duket gjë interesante, është një lloj analogu i Skillshare, nëse e njeh si platformë. Jo. Jemi përmirësuar nga Udemy, nga Skillshare, Mastermind Become, Coursera, nuk është Race Courses Plus, edhe është unë shikoj diçka jashtëzakonisht shumë pozitive se asnjë nga këto platforma të mëdha domethënë nuk kanë. Ato ka disa që kanë, dëgjon, mund të keni italisht, frëngjisht, te këtu hajde edhe po me pak vështirësi, ose Skillshare ka edhe gjermanisht, domethënë, po shqip nuk as nuk diskutohet fare, domethënë, nuk ka asnjë, kështu që e shikoj. E para fare bravo qoftë për nismën, domethënë mendoj se diçka e tillë kërkon një super organizim, domethënë plus që unë tani kam tek laptopi tjetër që e kam përpara, domethënë edhe kur i bëj scroll website-it është goxha flow i mirë, domethënë është i pastër, është goxha i thjeshtë edhe për syrin. Do ta vëm në link në description këtë video kur të ngarkohet, hidheni një sy të gjithë. Ka gjëra shumë të lezetshme, normalisht si biznes i ri
Ma mendoj që kjo është çështje kohe derisa të bëhet diçka, domethënë vërtet jashtëzakonisht potente. Se nuk kanë kohë njerëzit tani të bëjnë të gjitha gjërat në person, e kupton? Janë thjesht është më convenient, është më thjesht të ndjekësh diçka për nëse ke interes ose duhet një diçka për biznesin tënd ose për punën tënde, domethënë është më thjesht ta bësh online. Sidomos për këto që siç e ke ti profilin tënd që e marrë me digital marketing, domethënë tani në të vërtet ajo prekja domethënë e personit edhe kur je përballë, kështu që ke një lloj lidhje është deri diku, por që varet variabla pasaj, cila është më e rëndësishme për ty, a ke kohë më të rëndësishme apo do ato lidhje më të rëndësishme. Zakonisht njerëzit që kanë dëshirë për të mësuar në këtë lloj platforma nuk është se kanë shumë problem sepse janë njerëz që duan të mësojnë. Ja, që ta shpjegoj pak a shumë. Unë kam qenë duke studiuar në Rom, tek një universitet që quhet Sapienza, në vitin 1. Dhe kam qenë duke studiuar inxhinieri elektroteknike. Aty u njoha me themi metodat më të mira për të mësuar. Edhe aty u frymëzova më së shumti nga leksionet e Tony Robbins. Normalisht të gjithë fryma e leksioneve të Shqipërisë, por të themi nuk është se mundova të kopjoja ato. U mundova që krijoja diçka të re. Nga ana e website-it jam munduar të bëjmë sa më të thjeshtë, sa më të specifike për personin. Sepse një pjesë normalisht është edhe e vlerë, sepse ta bënim ashtu vetë na merr një vit, 2 vite. Edhe jemi në proces që ta bëjmë aplikacion, që do ketë punë të madhe ta bëjmë aplikacion. Vështirësi ka pasur pafund, vështirësi ka pasur në mbledhjen e njerëzve, sepse ne donim të bënim edhe ca kurse falas, që një person që në kurse të themi të tipit përshkruese të shkurtra falas. Kemi insistuar shumë për shembull me boksin ose me sportin në Shqipëri që të bënim sepse e para njeriu duhet të tërheqet. Nëse ti nuk din fasi gjë mbi boksin, themi drejtën. Ti nuk do të shkosh të bësh një kurs vjetor mbi boksin nëse ti s'e di fare. Kështu që kemi këmbgulur shumë që të jemi ato persona që shpjegojmë një herë si sport në 20 minuta, shikon se çfarë është. Kemi bërë këtë për boksin, jemi në proces të bëjmë për futbollin amerikan, për federatën e tenisit, mundjes. Është shumë e vështirë të mbledhësh gjitha njerëz bashkë, sidomos me federata që janë themi fiktive, dalin sikur janë, pastaj nuk janë. Kemi mbledhur rreth 50 biznese dhe këto janë thjesht persona që na kanë thënë po. Do të thotë duan të bashkëpunojnë ose tani që po bashkëpunojnë ose në të ardhmen. Ka persona që do bëjnë, janë certifikuar nga Cisco, do bëjnë kurs 1 vjeçar, 700 orë. Por ka dhe persona që thjesht duan të shikojnë bëjnë një kurs pak për komunitetin, pak për lirimin e aktit apo stresit. Dhe kjo është shumë e bukur sepse ndihmon të kuptosh që bota nuk është e zymt apo monotone, po ka shumë opsione që ti mund të zgjedhësh. Dhe kjo për momentin vështirë është të merresh me këto filma, ti mbushësh mendje, domethënë pjesa e shitjes, domethënë që ti mbushësh mendje filmës që ajo vërtet të fiton po të vijë të ty. Se unë jam i bindur që fiton filma, nuk humbas një gjë, po thjesht sa e vështirë është në realitet, po dua të kuptoj. Problemi është se unë jam 20 vjeç, sikur e njëjta propozim, e njëjta gjë, e njëjta fletë, e njëjta vull, e njëjta firmë, dhe të shkoj aty siç kam shkuar tek universitetet për të bërë trajnimet ku na ka pranuar Tirana Business University, faleminderit pafund. Dhe tisha 5 vjet më i madh, atëherë do kishte themi 30 apo 40% më tepër pranime, po thjesht fakti që unë isha i ri, dhe akoma jam i ri, i bën të mendojnë ata që unë nuk jam serioz. E kuptoj që është një problem i madh me shoqërinë të drejtë si pas Shikoj, domino, unë mendoj se domino do kesh të vështirë pak fillimin, por 5 vite më i madh. Shikoj, kur ti je 5 vite më i madh, pastaj ti je 10 vite më i madh, do të thosh që po ti isha 5 vite më i ri, se nuk kam më fuqi, e kupton? Kështu që gjithmonë njeriu kërkon atë që nuk e ka për momentin. Nuk e kam aty, më kuptoj, po thjesht për mendimin e atyre unë thjesht duhet të jem më i madh që të pranohem, jo se aftësitë mia janë të ati temi kalibri, po është e vështirë të mbledhësh bashkë, ca kanë inat njëri tjetrin, ca duan të hapin vetë, se pau që është ide e bukur, me thënë...
Kemi mentalitetin e kafeve ne, kupton? Nëse ti thua Robit hape, hajde investojmë në një biznes bashkë, jo, thotë merr atë idenë që ke ti dhe mundoj të hap vetë dhe e hap 2 muaj dhe pastaj e mbyll se nuk di. E di unë. Ndos me pothuajse të gjitha gjërat, po. Më se deri ideja në fillim. Shta marrim nga aja fare, domethënë. Si ti ke studiuar atje, për shembull, e mbaruar shkollën, një ditë bukur, se nuk të zgjohet Robi një ditë bukur do hap faqe, kupton? Një frymëzim e ka. Dhe temi kam qenë duke studiuar dhe ishe shumë frymëzuar nga Tony Robbins edhe po studioja, një nga lëndët që po studioja ishte computer aided engineering, që bën graphic design pak a shumë. Edhe po ishte një platformë mastermind.com që na frymëzonte dhe di nga CEO-zi me Tony Robbins edhe aty unë vendosë të bëja një kurs, që të bëja sepse isha acaruar pak edhe me sistemin shkollor që një gjë që të merr ty një person normal 20 ditë ose 21 ditë për ta mësuar, ta shtronin 3 muaj. Dhe duhet të jesh të zbërat, se s'bën aty për ta bërë. Edhe bëra një kurs për graphic design nga zero deri në gjithçka në 2D pak edhe në 3D në atë platformën. Ja shpjegova çfarë bëjmë të bachelorit të kësaj pjese në atë kohë. Edhe pastaj thash ta lë sepse po merrem shumë digital marketing dhe po gjithmonë ka qenë një aspirim i imi që të merresha me kurse online me trajnime. Që në Veçli, dhe më thënë, Veçli, unë s'jam shumë i vjetër, por kur jam qenë në gjimnaz, në vit 2, profesori na ka pas thënë që të bënim një projekt biznesi, që të na thote që çfarë është ai për gjëra që ju doni të bëni. Në vit 2, fillim viti 3. Edhe unë kam pas bërë një projekt që quhet kisha bërë se ta kam pas. Projekt që quhet më mirë quhet Flight. Në atë kohë ishte quhet Flight dhe ishte të gjitha mbi edukimin apo trajnimin e njerëzve në Shqip. Edhe aty ishte pak a shumë e njëjta me këtë ide. Kursori në ekonomisë në vajmend thotë është shumë e bukur si ide, por nuk e di a do funksionon në Shqip. Ja, sa i nati kam ata persona që sjofin gjithmonë atë gjysmën bosh të gotës. Është person, se unë studioj shumë psikologji, personi kujton se Shqipëri, shtëpia ime është kështu, është shumë i cekët, pastaj hapet pak horizonti qyteti im është kështu, pastaj hapet pak horizonti Shqipëria është kështu, prandaj është. Pastaj është nisën gjithmonë nga vetja, domethënë është tendenca gjithmonë në njerëzve që ka një mënyrë se si ata e perceptojnë aftësinë e tyre personale dhe jetën e tyre private dhe mendojnë sepse çdo një me që ata mendojnë kështu dhe sillen kështu dhe kanë këtë realitet, automatikisht të gjithë të tjerët ose shumica e madhe dërmuese të jetës. Unë mendoj se kjo është një trait negativ. Shumica e tyre e bëjnë dhe pa vedi. Po ta marrësh parasysh ka një pjesë e madhe që nuk ta bëjnë me të keq, por thënë po thjesht nga natyra vetë, domethënë nuk e kanë atë, nuk e kanë të ndërtuar brenda në karakter që të jenë që plako 1, 2, provoje. Se a është diçka që ti e bën me dashuri, provoje se është trial and error, gjithmonë do e provosh, do e shohësh, do përmirësosh produkti, domethënë ti e di sepse e ke krijuar vetë, që nuk perfekcioni që në fillim nuk ka. Ajo është gjithmonë një rrugtim. Do themi histori kur hapëm drejt kartës studentit Magjisin e Rinis, e kanë nda ndihmuar shumë edhe ata, themi drejtën, edhe është ideja që ta hapnim në dhe ta pasim e-mailet dhe të agjencisë së Rinis për kartën studentit që janë 45.000 studentë që pjetë ullje për studentët. Edhe bëm një email, ja quam, na quam si promotion një si diagnostic, për gjithsesi, i gjemi akoma të rinjë dhe themi. Për shkak se kishte një error në website, rreth 60 regjistrime i ikën aty. E bën error, non-verification failed, non-verification se ma kanë dhënë më shumë se 3 se 4 herë këtë error. Puna është se gjithmonë do të ketë vështirësi, po vështirësia më e madhe është krijimi i kulturës. Njerëzit nga telefonat, Instagrami, TikTok ose merren me digital marketing di pak a shumë. Krijojnë besime të ndryshme. Çfarë është një besim? Besim është një konstatim që ti ke mbi realitetin. Nëse unë e di që ky mur është themi jeshil, unë e shoh, nuk ka nevojë që të krijoj një besim, po nëse nuk e di se çfarë ngjyrë është ky muri, po ti më thua që është jeshil. Beni e plasi kujt për mua la gjakun edhe thot jo, nuk ishte ishte i bërë. Kam është një tavolinë. Një besim është një tavolinë që ka disa themi mbështetëse. Po. Si ndryshon këtë mbështetëse duke i vënë dyshim këtyre.
Me vërtet ky personi që Beni duket pasi i marr. Po. Mos e shpëtojmë ka gënjur ky Beni. Pra, do të thotë sistemi jon i besimit krijon modelin ton të realitetit. Dhe modeli jon i realitetit na tregon është gjë e rëndësishme sipas meje sepse krijon kuptimin që ne japim gjërave ose perspektivin ton. Që do të thotë çfarë është bota për ty? Nëse bota është një test, atëherë duhet të jesh i përgatitur gjithë kohës, sepse bota është një masakër dhe ti vdes në fund, atëherë nuk është një gjë e mirë i gjithë kohës. Shef, një lista nuk do bëj. Si përderisa ti je individ që ke iniciativë për të krijuar gjërat tua, domethënë nuk të kalon. Nuk e kam atë, do thjesht do të kuptosh se kuptimi që njerëzit i japin gjërave krijojnë mënyrë se si ti sillesh. E fillojmë nga ty atë, që domethënë me dy fjalë thjeshta, pa u futur kështu në ideologji ta gjitha, por si është shef ti botën? Çfarë është bota për ty? Është një fazë të rritjes, le të themi. Është një fazë për një proces rritje, sepse s'do të futem kështu në filozofia. Sepse në këtë temi një person që sa më shumë rritet, aq më shumë zhvillon aftësi, aq më shumë ka hapësirë që të influencojë, që ketë më shumë impakt në komunitet dhe gjëra të ndryshme. Tani kthehemi temë. Gjë më e vështirë e mundshme është që krijosh një kulturë, sepse inovacionet e reja zakonisht nuk ose bizneset të mëdha krijojnë një kulturë, edhe krijimi i kulturës është gjëja më e vështirë e mundshme sepse duhet të ndrosh temi perspektive një personi, edhe sidomos kur është mbi edukimin që ka aq shumë negativitet të shpërhapur, sidomos me fushatën. Po, seriozisht nuk e thash. Po është e vështirë sepse njerëzit janë mësuar që çdo kush që i shet diçka, po mundohet t'ja hedhë ose po mundohet ta manipulojë. Edhe një gjë që unë e shikoj shumë është nga perspektivat e mia është që shitja është shërbim. Ti blen diçka se ti dikush po të ofron një shërbim, po të ofron një ditar, po të ofron një ushqim, po të ofron diçka, çdo gjë që kemi krijuar është gjithmonë një shërbim. Edhe shërbim dhe produkt janë dy, ose produkt ose shërbim. Po është një rritje e vlerës së personit. Edhe po një koncepti i tregtisë si në rastin e shërbimeve, domethënë dy rastet e kuptoj. Janë raste domethënë që janë edhe shumë të prekshme, një deal i mirë ose një tregti e mirë mes njëri tjetrit, një transakcion i mirë është gjithmonë kur të dyja palët janë të kënaqura, kur ofruesi i produktit ose i shërbimit dhe shet atë me një çmim që ai e konsideron të pranueshëm dhe ai që merr shërbimin ose produktin është i kënaqur për produktin dhe shërbimin që ka marrë në bazë të vlerës së lekut që ai ka paguar. Pastaj se sa e vlerësojnë njerëz ajo që cek e tij, që se duken sikur ta fusin ose i duket njerëzve nuk besojnë. Ajo nuk është faji jote shumicën e kohës, ajo është faji njerëzve sepse ashtu e kanë perceptuar para nga eksperjenca personale, varet se ata të perceptojnë. A mund ta ndryshosh ti me kalimin e kohës? Patjetër, por ideja është që kur bëhet kalaja nuk mund të ndryshosh botën direkt, kështu që. Normalisht ndonjëherë dhe kanë të drejtë, sepse normalisht shumica e njerëzve që shesin atë mentalitet kanë. Thjesht duhet që të prezantoj këtë mënyrë tjetër të shitur në temë. Edhe nuk duhet të bëj manipuluese me jashtë ose unë jam shumë i mirë apo të. Edhe unë s'ka asnjë problemi, unë jam me atë mendje që nëse ti beson vërtet që je më mirë duhet ta thosh, se po nuk e the ti kush do ta thoj. Kemi bërë një anketim studentor dhe morëm rreth 500 studentë, ama ishin të parët dhe kishin ca probleme me teknologjinë që do të ndroshin QR kodet dhe do të le të themi të ndroshin pyetësorët dhe morëm 420 është numri zyrtar i nxënësve që morëm, po të ndërë ishin më shumë se 500. Edhe ishte dy pyetje të bëra. A do të pëlqente të kishte një platformë si Manir Pikal, edhe a do të pëlqente të kishte një version të shkurtuar të librave që është një nga temi termat afatare të kompanisë nëse mund të bëhen. Edhe ishin teje mase shumë pozitiv, sepse ne e kemi kuptuar që tek studentët 2 ose 3 janë gjërat që rendojnë më tepër, metodat e mësimdhënies dhe librat, është edhe kushtet e konvikteve. Dhe
kush të konviktit dhe ne s'mund të bëjmë gjë, ama për edukimin është një gjë që duhet ta prekim sa më shpejt jetë e mundur, edhe një gjë që duhet ta bëjmë me vërtet. Unë mendoj që në rastin që kur dikush do të bëjë një biznes, do të kuptoj në radhë të parë si vlerën e produktit, pra do të thotë si do ishte ai impact proposition ose ajo gjëja e veçantë që produkti jot ka. Dhe pastaj të shpërndahet. Kemi mbledhur rreth 50 student aktualisht sepse ka 15 ditë kaq është hapur në platformën tonë, edhe themi me errore që patën, po e përhapim me sa më shumë fuqi të kemi dhe duam që ta bëjmë një platformë ku personi që nuk ka kohë, se ka kohë të di diçka. Keni buxhet para caktuar për sa i përket marketingut, plak? Paguani njerëz për ku dëgjojmë për shitje ose për afrim klientësh? Për momentin akoma jo, po kemi sepse jemi akoma në fillim, por rritemi gradualisht. Jemi trajnuar nga Ministria e Sipërmarrjes në disa evente, në bashkëpunim në evente si Impact by TV, në vende si... Sa e madhe është skuadra? Skuadra është 3 deri në 4 vetë, po më së shumti merrem Ne kuptoj. Domethënë është gjithmonë që është një rol kryesor dhe pastaj ke 3 të tjerë, varet për gjëra domethënë që duhen në rregull. Ajo hierarkia çdo startup, çdo firmë ka një hierarki, ndryshe nuk funksionon asnjë gjë. Jo, unë kuptoj. Unë ka një vete specifike për shkak se ti nuk e di, po dëgjuesit e dinë, për shkak kanë mbrojtur, pavarësisht se kanë studiuar inxhinierinë ndërtimi, tema që kanë mbrojtur ka qenë metoda digjitale, masinë, konstruksion druri. Që është tjetër gjë të mësosh si të skuqësh vezën për shembull, si në ato The Great Courses Plus ose ajo Master si e ka Master Course që Gordon Ramsay që shpjegon ato domethënë se është gjë që shifet me sy. Që është gjë që e prekshme, kupton, është një vezë, është një domate, është një kështu. Edhe është tjetër gjë të bësh një llogaritje konstruksioni, mban apo s'mban. Domethënë nëse këtë vezën e prek me dorë, kjo tjetra pothuajse është e papërfytyrueshme. Domethënë ti normalisht ke studiuar inxhinieri dhe vetë, kështu që jam shumë i bindur që e ke parasysh se si disa procese janë pothuajse të pamundura të shpjegohen. Një nga problemet që kam hasur unë ishte se universitetet ose institucionet i bëjnë shumë rezistencë online. Njëra anë kuptoj sepse ata nuk duan të dalin nga biznesi, nuk duan të dalin jashtë lojës, sepse drejt unë e shoh që ata nëse nuk i përshtaten tregut drejt asaj rruge të shkojnë. Gjithë brezi imi shkollës edhe jo vetëm brezi im, domethënë para përgatitjen dhe gjatë përgatitjen e kam bërë gjithmonë në anë të YouTube-it ose platformave të tjera. Që këtu në Gjermani janë goxha lart domethënë. Nga ana e institucioneve ka një frikë shumë të madhe për sa i përket online-it, edhe e fshehin gjithë kohës, po ne nuk e dim a është e saktë ajo që bëhet apo s'është e saktë, por në të vërtet e kanë sepse kanë atë metodën e tyre që i është zbulitur në mendje dhe thjesht nuk duan të ndryshojnë dhe duan të mbajnë pozicionin me çfarë do lloj mjeti të mundshëm. Çfarë eksperiencë keti me këtë? Ke pasur kontakte deri për drejt në universitete, institucione apo shkolla? Sa të duash. Universitetet janë kanë folur, kemi diskutuar me atë recepcionist që na jep personi që na jep informacion tek Ministria e Arsimit, edhe na thonë që universitetet janë të ndryshme në investim privat, që do të thotë që nëse duhet të flas me universitetet s'kam lidhje me to, vetëm me gjimnazët duhet të marrë leje tek ministrit, pa të thotë që për çdo leje të bëra do t'i marrë leje nga dekani, përfaqësues ose administratori apo ku diun. Varet nga universiteti, ka pas universitete ndihmuese, ka pas universitete shumë sorallacë, nuk duhet i hedh palë emër jaskujt. Kemi shkuar nuk kanë përmendesh emra, thjesht mund të tregosh eksperiencën që ta shiko, sepse një gjë që kemi bërë ne është që kemi munduar të mos fusim shumë lëndë që kanë lidhje me përgatitjet e nxënësve në universitete, sepse këtu e kanë më shumë ata. Sepse ata thonë ne studentët po marrim probën që ti përgatisim studentët statistik në këto ose në këtë lëndë, edhe
njëta gjë që unë po bëj, po i merr dikush që ata po kujtojnë, po vën autoritetin tim mbi autoritetin e tyre. Kundërta, autoritetin e tyre mbi timin, që do të thotë ata po vlerësojnë më shumë YouTube-in në lidhje me statistikën se sa mua se këto kurse online. Po sepse e ka provuar historia se ti edhe më i vogël, se ma ka provuar që YouTube-i e ka edhe ofertën shumë herë më të gjerë, e normalisht me oferta të gjerë arrit edhe cilësia sepse konkurenca është më e saktë. Më fort se sa një profesor që është vetë zot vesh kop do thoj ose bëj siç di unë ose do ngelesh. Ama një gjë ka që institucionet arsimore kanë atë që nuk ndryshohet atë shkollaj që është certifikati në fund. Sepse ata do shikoj personi në themin punëdhënësi, pavarësisht se në kështë të duhur që të shikohet, akoma ajo shikohet si të duhet. Akoma ka... Në Shqipëri shifet akoma? Po. Se këtë do të di një njeri, do me thënë, te të pyet robi, do me thënë që a e ke mbaruar shkollën apo jo. Thjesht do ta shikoj, e ke mbaruar, e ke mbyllur, po e ke mbyllur. Nota gjëra kështu, fare. Nuk i intereson fare asnjëri, sepse ai teston në punë. Të kuptoj, unë studioj administrim biznesi, kam vazhduar këtu tjetër bachelor, dhe shumica njerëzve që janë në klasën time as 7 nuk marrin, domethënë janë të papërgatitur maksimum sepse metodat e mësimit janë ose me slajde ose një libër 1000 faqesh, nuk ka as atë versione shkurtuar që ishin shënimet e profesorit ose temi. Kanë atë ekën profesionale, unë kam në 30 vjet fakultet. Mendimi jot është më i vlefshëm se joti. Mos futemi thellë, por njerëzit nuk e kuptojnë impaktin që këto gjëra kanë në temin e përgatitjen e njerëzve në të ardhmen, edhe është për mua është tragjike, por Jo, është goxha tragjike, prandaj unë duhet ta trajtoj pak të pjesën, domethënë që edhe dëgjuesit ta kuptojnë që prandaj krijohen platforma të tilla siç e krijoni ju, domethënë sepse në të vërtetë nga për sa i përket shkollave ne jemi në është krizë në Shqipëri, domethënë unë kam pasur të ftuar tjerë përpara, kemi diskutuar arsimin në mënyrë të gjerë, domethënë edhe herë të tjera do bëjmë edhe raunde me shumë të ftuar që do diskutojmë që në qoftë se ke interes, sidomos edhe për platformën në thjesht. Problematika është sepse nuk është sepse oferta që jep universiteti është deri diku njësoj me ofertën e online-it, edhe që nuk ka nevojë. Këto janë thjesht dy botë të ndryshme që nuk përputhen me njëra tjetrën. Edhe ai ka një sistem korrigjimi që bazohet vetëm në ato idiotësira, në ato slajdet, në ato rastin me shkunës, domethënë. Edhe sa vjen çdo vit, po e shohim në rritje që nota në universitet nuk përkthehet në performancën në punë. Nuk ka ikur ato kohë, domethënë kur kanë qenë brezi tim vllai apo edhe brezi më përpara ku ai që mbaronte me 8, me 9, me 10 ishte automatikisht punonjësi më i mirë, ishte inxhinieri më i mirë apo avokati më i mirë. Ato kanë ndryshuar komplet, sepse çka ka ndodhur? Kjo shtypja që ti përmendë, domethënë, jo po e di unë se di, jo po çfarë di, unë kam kaluar 6000 studentë atje. Kjo lloj sjellje ja shtyp kokën studentit. Se ti je gjatë gjithë kohës së submission që thotë që unë s'di gjë. Domethënë gjatë gjithë kohës ky mua, e vetmja gjë që ky mua më përsërit gjatë gjithë kohës është që unë s'di. Domethënë unë s'di dhe ky di. E normalisht e vret. Ja vret edhe krijimtarin. Sa ajo është ideja. Kjo është bërthama që e kanë humbur ta profesorë është se studenti do të punojë në mënyrë të pavarur, do të nxjerrë ide të reja. Siç nxorë ti. Pse e nxorë ti këtë gjë? Sepse e bëre ti nuk ta tha profesori, e kupton? Po nëse të profesori i thotë atë kohë, jo, ti bëj këtë që ti jap punë, e kupton? Bëj këtë që ti jap punë dhe jemi në rregull. Normalisht nuk të vjen. Nuk e motivim si njeri, sepse nuk e ke atë hapësirën të jesh krijimtar. Edhe unë tashmë në Tiranë qarkullojnë domethënë faqe të ndryshme që ndihmojnë çfarë lloj mënyrash legale dhe ilegale, dhe unë jam mëse të i bindur që një këshill nga ana ime, se unë nuk kam interes vetes jam për të futur asnjëherë në industri të krijoj diçka të tillë vet, por ta them që e para platformë tregun shqiptar që do filloj të përgatisi kurse qoftë audio apo video për të shpjeguar ku dijon algebër, analizë statik, këto lëndë që janë të forta, domethënë, këto lëndë që i kanë kështu ose 4 ose 5, domethënë. Para platformë që do ofrojë të shërbimin do jetë Zoti, domethënë. Po ne kemi atë thjesht nuk për shkak të s'don të bëjmë mos bëjmë rrëveshje me universitetet që kemi hedhur për të ta mendojmë. Ne na kanë bërë një pyetësor tani
sepse janë zgjedhjet normalisht. Edhe po na marrin mendimin. Dhe duke bërë këto gjërat i kemi kapur rreth 20, 25 pika, 30 pika, ku fokusuam çfarë është gabim në universitetet. Shumë nga këto gjëra janë të vjetra shumë, kur bëhet një projekt, njëri i bën gjithë punën, tjerët marrin nota kot, ose në çfarë ka ndodhur me mua në rastin konkret është që të them drejtën nga që e marr shumë me biznesin ca lëndë dhe nuk i kam anash kaluar, dhe më kanë kaluar thjesht me mendimin se kush do bëhet ky nesër, se ka biznes ose. Edhe kjo është shumë e keqe. Edhe pse unë kam qenë përfituesi në këtë rast, është shumë e keqe sepse ul vlerën e diplomës. Edhe janë gjërat ndryshme, janë themi metodat, janë kur personi nuk bën kërkim shkencor sepse ka rreth herë kërkim shkencor për universitete, atëherë i hyp ajo egoja sepse thjesht po jep mësim edhe në atë moment i thot personin overreagon, si me thënë edhe thot personit jo do bëhet sistem unë ose ka ca gjëra që janë për mendimin tim pa kuptim, pse duhet të bëhet në etik biznesi një lëndë që për mendimin tim është e rëndësishme shumë, por nuk ka rëndësi çka se bëhet një seminar sepse nuk ka ushtrime ajo lloj lëndë. Seminari është gjë që bën vetëm ushtrime. Edhe nuk ka respekt për kohën e studentit. Dhe kjo gjë reflektohet, nëse ti s'ke respekt për kohën time, unë do kem respekt për kohën tënde dhe thjesht studenti krijon një withdrawal, si më thonë. Nuk studion fare. Që dole tek ajo që unë po thosha domethënë që thjesht i vritet shpirti studentor. 2 episode përpara unë pasur Saidin që bën ato super videot online domethënë për këshilla e për të tjera dhe Saidi ka thënë të njëjtën gjë për sa i përket shkollës dhe ofertës, domethënë që bile ka shkuar deri në atë pikë sa profesor që nga të cilët ai supozoi të mësonte, sot tek kësaj dite ndjekin atë, edhe mësojnë nga ai. Që do të thotë jo sa ata janë budallim, se nuk po thot njëri se për ai përdesa është profesor 12 ka ose 10 ose 100 shumë herë më shumë se atë tjerë. Por nuk qëndron problematikat e përgatitja e atij si individ, sa i mund të jetë gjeni. Përgatitja e atij nuk ka lidhje shumë se sa mirë di ai ta bëj kodin, më shumë se sa lidhje ka si e përcjell ai kodin. Sa kështu ishte, se software developer është thjesht shembulli laboratorik për momentin. Nuk më duhet mua në rastin tim një profesor për shembull që ka bërë një llogaritë dhe një gradacele me 154, në qoftë se ai s'di si të ma përcjelli mua. Se s'ka kuptim ndryshe. Edhe këto nga që kanë ato ego në tyre profesionale që kanë arritur, kanë bërë disa gjëra shumë të bukura, shumë të forta, me shumë lekë, me shumë potente që kanë mbetur, kështu domethënë. Dhe mbajnë ato si flamur, se gjithkohë, domethënë, shifra, unë kam bërë këtë dhe për këtë arsye ti duhet të më dëgjosh mua. Unë të dëgjoj, ti flet shumë, po nuk thua asnjë gjë. E kupton? Ky është problemi më i madh për mua. Ka pastaj probleme shumë të mëdha, s'vjen fare profesorët anglishte, s'vjen informatika, vjen në orë të dytë, ka gjuhë dhe huaja s'vjen fare. Është ca persona tolerojnë mungesa, ca nuk tolerojnë, nuk i quajnë, ku bën projekte thjesht i marrin nga një klasë tjetër, ndryshojnë pak ca gjëra, tezat e diplomës blihen. Janë gjëra pafund. Ja. Po si ka mundësi domethënë që nuk ka një lëvizje studentore në kjo? Se unë e kuptoj që nuk e dëgjon kush, ne kemi bërë ankesë, edhe personi që bën ankesën i hakarrëhet personi që bën ankesën, vend se ti hakarrëhet klasës. Thjesht janë ca persona për shembull si unë që unë s'kam frikë t'i bëj një ankesë për shembull, edhe ai e din që për mua për shembull nuk merret. Merret me këta të tjerët. Ka lëvizje studentore, po merren më shumë themi edhe ata me egon e tyre pak, merren me klubet e debatit që ka herë punojnë, ka herë s'punojnë, merren me këto fondacionet e Europës, inshallah kapin në gjithë e fondacionet e Europës, po nuk është se janë 100% aty. Personat është realiteti sepse në fund ke edhe frikë njëftë persona nga këshilli studentore dhe nga organizatat tjera shoqërore kanë themi bën ankesë me një person, me të drejtë me një mësuese dhe kjo mësuese i ka ngel në fundit edhe ka një vit pa kaluar të lanë. Po, shjo, ato raste ka pafund. Mund të mërojnë ndash vetëm persona që njohun direkt ose indirekt, diku te 30-50 pa frikfare, po.
Shiko, okay. Mënyra si unë jam goxha pragmatist. Ndonjëherë më shumë se sa duhet, ndonjëherë edhe gabim në pragmatizmin, po unë si kur e shikoj që gjithkohë se shikoj se është gjë e mirë. Është gjë e mirë të shohim të dallojmë ku janë problemet, ku janë mangësitë, por kam më shumë dëshirë të fokusohen tek zgjidhja. Që do të thotë, sikur do bëjmë dorë mulan, për shembull te banka e fundit në orë gjeografi sezon. Po. Nuk do të them po të kisha unë një çup do bëja kolor, po të kisha këto letra do kisha dalë pari. Ato letra kemi, çfarë do lozin. Në këtë lloj amëndësie të themi që këtë sistem kemi. Çfarë mund të bëjmë? Domethënë, nëse ora do të thotë pesë njeriu, çfarë janë 3, 5, 6 gjëra imediate që duhet të ndryshojë sistemi tani për shemb. Si mendonte? Për mendimin tim, Po. sepse unë jam shumë i fokusuar të fiks drejt kësaj teme. Unë së pari do kisha lënë çdo auditori një mikrofon që personi të dëgjohet deri në fund të sallës. Do kisha bërë temi seminare mbi etikën e biznesit, mbi drejt ligjore që s'ka si ushtrem ose lëndë të tjera të tipit të kësaj tipi. Nëse unë jam administrim biznes, nuk do lërja për studentit me zgjedhje ose inovacion ose menaxhim strategjik, por në vitin e dytë do të bëj edhe drejt ligjore dhe etikë biznesit, edhe drejt ligjore edhe statistikë, që të dyja janë lëndë që s'kan lidhje me biznesin, por këto dy tretat që kanë tamam lidhje me biznesin, janë lëndë bazë të biznesit, duhet që zgjedh vetëm njërin nga ata. Kurse do krijohesha më shumë evente, kur dikush ka një kërkesë për bërë një event, edhe nëse është jo, do të kthesh përgjigje që thua jo, sepse kjo është arsye pse kemi thënë jo që pak personat ta di, do të pak nga dekanët edhe zgjedhjet do të bëhen tamam me mbështetjen e studentëve, duhet ato lëndë anglishtja, gjërat duhet vinë, mos ketë burokracira, tipit bojkote politike, gjëra djali ati një pikti, edhe të hiqet sa më tepër, jo nga gjitha lëndët, normalisht kuptohet se lëndët kanë nevojshmërinë, por slajdet, sepse ta vrasin komplet fokusin, ta vrasin komplet kreativitetin, të hiqet pak ideja slajdet në disa orë. Slajdi është cancel për mendimin tim. Sepse ai thjesht po lexon, nuk po të shpjegon ndonjë gjë. Edhe pse janë shumë persona të përgatitura, kam shumë respekt për shumë nga ato persona. Thjesht metoda si po e shpjegojnë në slajd po lexon. Unë s'kam respekt fare, nuk më vjen turp fare, domethënë. Nuk s'kam respekt fare për ato, ti nuk siç e përmenda më parë, më hyn mua në punë se sa i përgatitur është ai vet. Mua më hyn në punë sepse unë nuk kam vajtur atje për të parë se sa i aftë është ai. Unë kam vajtur që ai të më mësojë mua si të bëhem dhe unë aq i aftë. Edhe slajdi nuk ta mëson ato vajtash. Normalisht. Por në fundit ai do të ruaj vendin e tij punës, prandaj kjo është frika më e madhe që ata kanë, si të ruajnë vendin tonë punës. Po misioni i tij është të mësojë nxënësit, nuk është të ruajë vendin e punës, e kupton? Kjo është problemi. Këto duhet të mësojnë se nëse shumica, nëse 51% e studentëve bëjnë të njëjtën mendje për sa i përket idealizmit të universitetit, atëherë është e bëshme. Po që ka shumë të bëjë politika të ndryshme të tipi fushat, tipi dhe gjërave. Ka shumë të bëjnë sepse kur themi e para që nuk parashikohen këto lëndët që kemi pushim, kur normalisht njeriu do ta di që pashkët janë pushim ose s'ke nevojë pse të zëvendësosh orën kur ti din që para një viti ose 2 vitesh që pashkët do të bëhen pushim. Edhe ta thot sot për nesër ose sot për pas 2 orësh që do bësh një seminar në kontabilitet fiskale themi. Edhe s'vjen askush për çfarë, normalisht që di s'vjen askush se kemi shkuar çdo në gjithë shtëpia. Edhe thotë ajo, nxënësit bojkotuan mësimin, ose ka shumë ngjyrime politike, nuk më pëlqejnë shumë, po në fundit është shumë kritike që këto gjërat të ndryshohen, dhe ka të flasësh. Ti thuash asaj kështu, ta merr për ofendim, shkosh të ankohesh te departamenti i menaxhimit, ata thonë për çdo që shkojmë si rast, në fundit gjë më madhe që do ndodhi është gjatë zysh të çemi
Shiko, është politike, do të kuptojnë domethënë në si në TU, si në BHT ku unë kam qenë këtu, ka pasur senati studentëve ka qenë zakonisht më i fortë, ka pasur edhe drejt vote. Dhe këto nuk kanë qenë gjithmonë, domethënë nuk kanë nga qielli. Këta vetë kanë hapur, kanë bojkotuar, kanë protestuar. Për çfarë kanë bërë? Që të arrish një lloj konsensusi ti duhet të bindesh të tëndin një herë. Tëndi në këtë rast pala jote janë studentët, domethënë. Duhet të shiko, kjo të kërkon dhe asi politike, kupton. Ne nuk po themi që kjo është shumë gjë e thjeshtë, përkundrazi, gjë shumë e vështirë, po më vjen që nëse do ketë një shplim do duhet ta bëj qëllim jetë dikush krijimin e një institucioni të tillë, sepse duhet që të bindësh nxënësin, të bindësh studentin më saktë, që një lloj veprimi i tillë, një lloj bashkësi, organizate, grupimi, mund t'ia vëni emrin si të doni, domethënë, mund që është thelbësisht vitale për mbarvajtjen e studimit të tyre dhe që kjo do i garantojë atyre përfitime në të ardhmen e tyre. Edhe duke u nisur nga 1, bën 2, 3, do bashkohesh në grupime në secilin universitet, edhe në momentin që ti ke një masë të konsiderueshme, thjesht edhe vetëm sa për një firmë për peticion, ti ke leverage, kupton. Ti ke fuqi politike. Domethënë, jo politike për DPS, por politike për brenda politike brendshme të universitetit, domethënë. Se si i bëjnë ata rregullat dhe se si sillen në këto raste që the ti që unë shkoj bëj e thotë do ta shikojmë edhe pas 10 ditësh nuk kemi marrë vesh asnjë gjë. Nëse ti ke një lloj grupimi që ushtron presion politik të brendshëm në institucion, atëherë ajo është detyruar sepse fillon pastaj edhe përshkallëzimi që është. Nëse jeni si ta veta, bëhet kalon mund të bëni një padi. I padi universiteti mund ta hedhësh në gjykatë, domethënë. Shumë pak studentë shqiptarë këtë e dinë, por që universitetin edhe ti si individ vetë po të duash e hedh në gjykatë. Po ideja është e vështirë, kurse kur është një masë e madhe, kur është një organizat, kur është një grupim studentësh që hedh dikë në gjykatë, normalisht është edhe perceptimi publik pastaj që ova merret me publikun nga ana jote, të dalë thon, gjithë nxënës që po bëjnë gjithë zhurmë të madhe, kot nuk po e bëjnë. Apo Lini madhor është që do kushtohet bëj këtë e do ketë risk mbi fytyrën e vet publik, se gjithmonë kur bëhet një masë e madhe gjithmonë krijohet tendenca, sidomos në median që për mendimin tim shumica e kanaleve televizive janë të bera. Po krijohet ajo valë dyshimi, krijohet ajo valë që shiko ky është i blerë, ky është i korruptuar dhe pastaj në fundit krijohet vala kërcënimeve. Kam shembuj pa fund. Nuk është se nuk duam ta bëjmë, ne duam që t'jemi kryejmë sigurinë në fillim, të kemi një bazë si nga komuniteti jonë ashtu edhe nga përgatitja jonë intelektuale dhe monetare, kështu që unë besoj se hap pas hapi janë ca gjëra të vogla që duhet bëhen në fillim që kjo këtë bëhet dhe pastaj nga këto gjëra të vogla atë është fillimi për të bërë një ndryshim të madh. Si që është me mikrofona që te Mac ekzistojnë, me gjafë me ekzistojnë se nga veriu, por nuk i përdor kush. Në fund fare dëgjohet asnjë gjë. Edhe ato fillojnë, pastaj me kalimin e kohës çdo gjë krijohet. Ti mos ke shturp që ti thuash personit të seminarit s'kam kuptuar këtë ushtrim edhe thotë ai mos të thotë nuk të ndalem me një ushtrim për ty kur zysha asnjë nga klasa se kupton. Do më bëj. Kështu që si thua na vjen natë pafund, por gjëja më e rëndësishme sipas meje të bëhet është një ose të regjistrohen si video leksione të paktën ose të bëhet një version i shkurtuar i librit ose shënime të përshoj që të lexosh vetëm kapitujt, sepse ata duan të shqesin librat apo kjo është temi, se nuk është se kanë shumë fonde në universitet që thonë. Okej, akoma tani janë fushata që mund të kenë qenë ai fond, po e vërteta s'kan gati asnjë fond dhe po bëjnë para duke shitur librat edhe kur shet një libër më të trash, bën më tepër para. Kjo është ideja. Një 30% e gjërave paktën Fatkeqësia e realitetit qytetar. Prandaj të dashur dëgjues, prandaj ikën robit e më mirë dhe mëso atje sa të marrësh 6 kg libër me vete që s'ke për ta lexuar asnjëherë, më mirë ik atje regjistro për një kurs edhe të paktën e di atë që regjistrove do ta mësosh.
Dhe na ndihmon ne që ta përhapim sa më tepër. Po edhe ajo gjithsesi, domethënë edhe kjo duhet të kuptohet nga çdo njeri që e lexon. Vlerësimi që platforma do marrë më vonë do shihet nga klienti, por ideja është duhet të dhënë shanse gjithmonë. Unë e kam parë platformën, ka edhe disa kurse falas që thjesht mund të shkoni atje, të shihni për shefin tuaj, ta provoni. Akaunti formohet falas, nësa unë e pash. Po, ashtu me thjesht pikërisht, kështu që krijoni një little taste, domethënë. Edhe do ta kuptoni shumë shpejt që është një mënyrë shumë e mirë, por edhe dimoni pak të rinj, sepse jeni gati të blini profesori që është ka atje vite që është si ato shushunja që thith gjatë nga nxënësit. Mendja se edhe një moshatarin tuaj do të ndihmonit me shumë dëshirë, sidomos kur produkti është i mirë, kështu që mos nguroni edhe kaloni atje, hidhini një sy. Sa më shumë të vini ju, aq më shumë të tjerë do vinë, sa më shumë të tjerë do vinë, aq më shumë do rritet kërkesa. Kur rritet kërkesa, do rritet edhe oferta, kështu që. Dua të theksoj një gjë. Çdo produkt, çdo kurs është i parë nga ne, sepse e dinë që do na krijojnë presion. I parë nga ne për çdo ligj të mundshëm, si nga ligjet e drejtave të autorit, si nga ligjet e manipulimit, që mashtrimi është kodin penal, është ligjet e impersonifikimit, shpifjes, thyrja ndaj fesë. Pra, jetë i sigurt që çdo informacion që merr është autentik, është sipas nëse ka ndonjë gjë që është e diskutueshme, ka një disclaimer aty poshtë, bani mend, kjo gjë mund të jetë sipas mendimit atij. Edhe kjo është gjithmonë që të krijosh kuptimin që informacionet që ti ke është me vërtet legjitim. 2. Kemi inkorporuar edhe certifikatat për këto. Super. Kështu që jepini sa më shumë forcë. Eris unë falenderoj që ishte do mua. Faleminderit që ishte. Edhe shpresoj të dëgjojmë herën tjetër kur të ketë plasur komplete të ti të jesh jashtëzakonisht shumë i zënë. Okej. Faleminderit.